Në fillim e patën një përvojë shumë të keqe me Bullgarinë dhe Rumaninë dhe pastaj kjo përvojë e keqe u transferu tek Hungaria, që tash u hek. Pra, skepticizmi i BE-s është njëra ndër elementet thelbësore pse shtetet e Ballkanit Perëndimor kanë mbetur mbrapa përkundër premtimeve që i ka dhënë BE-ja për antarësimin e tyre. Po, është e vërtetë që edhe nuk i ka plotësuar kriteret, ka shumë probleme me sundimin e ligjit, me demokracinë, me drejtat e njeriut e tjerë. Megjithatë, besoj që problemi kryesor është te BE-ja. Edhe sikur Kosova mos ta kishte këtë problemin e peshës, edhe mos ta kishte skepticizmin e BE-s, prapë nuk ka garancion që Kosova do të lëvizte përpara. Për shembull, so presionin. Problemi është te BE-ja, nuk është problemi jo veç BE-ja, po është shumë te BE-ja. Se unë edhe ti prej 2010-s kemi argumentuar që veç korrupsioni është problem se na bëmi antarë të Bashkimit Evropian. Atëherë kanë qenë dinamika tjera. Unë argumentu kështu, nuk po them që është ende, po unë i liri edhe krenari ju garantoj që kështu kemi argumentuar. Atëherë kanë qenë dinamika 2015 kështu. Atëherë kanë qenë dinamika tjera, Arben. Tash është disponimi tjetër. Sidomos pas rritjes së djathtës ekstreme, ka fillu shumë edhe skepticizmin BE, por po ashtu edhe për shkak të dëshpërimit njerë që tregova me Bullgarinë dhe Rumaninë, të cilat i fotën për shkak të gjeografisë më shumë. Pra në BE nuk i fotën për shkak se arritën të plotësojnë reforma dhe kështu ju dolën probleme rrugës. Dhe mandena me Hungarinë, e cila duli një kal troje i shteteve autokratike dhe e cila non-stop i kërcënoj ke vlerat e BE-s, pra këto faktore kanë ngritur skepticizmin. Edhe sikur Kosova mos t'i kishte këto probleme, prap nuk do të ishte sigur. Që dëshminë e kena te Maqedonia. 30 vjet i ka mbu problem ndrojemi, me nxe ndrojemi. Tërt i dul Bullgaria penges. Tash po lyp edhe historinë, identitetin me ndru. Nuk ki kur far garancë që edhe në me të njoft nesër Serbia ti kemi